Të pak ndihmuar dhe të pa orientuar nga shteti, fermerët e Kurjanit në Roskovec braktisën vreshtarin duke zvendësuar me kulturën e ullirit. Dykurth, pothuajse gjithë territori i Kurjanit në Roskovec ishte i kultivuar me vreshta, duke e kthyer në shtyllën kryesore të ekonomisë lokale. Nga 100 hektar sipërfaqe kultivuar me vreshta, sot është reduktuar në 5 hektar. Sipas fermerit e Shref Toro, i cili kultivon vreshta prej 32 vitesh pa ndërprerje, çmimi i ulët i shitjes së rushit, mungesa e tregut, rakia dhe vera stok, subvencionet e pamjaftueshme detyruan shumë banorë të kësaj zone të braktisin vreshtat, teksa thekson se sot kanë mbetur vetëm 5 vreshtar. Situata është e vështirë për shumë arsye. Arsyeja e parë është tregu, e dyta fuqia punëtore, se dikur zona e Roskovecit me në krye Kurjanin kishte jo më pak se 100 hektar vreshta. Jo më pak se 100 hektar vreshta, po me kalimin e kohës, me vështirësinë e tregut, fillojnë të reduktohen, duke i kthyer në ullishte për arsyeën e tregut, për arsyeën e punëtorëve, po kryesore ishte tregu. Dhe sot kam mbetur? Sot ka ngelur shumë pak gjëra të papërfillshme, ka ngelur për të bërë qefin rreth 5 hektar vreshta. Midis këtyre 5 hektarëve, gati 2 kam unë, kam rezistuar deri tash për arsyet e mia, edhe si vreshdasësh, si kultivues i vreshtit, po edhe e kam në një farë mënyrë duke patur varietetet e tilla, e kam patur edhe tregun në krahasim me të tjerët. Edhe jam munduar ta bëj cikël të mbyllur punën time, duke bërë një mini kantinë, edhe duke patur varietetet nga më të mirat. Dominon Kaperneti Sauvignon, do punon, ka edhe pak vlosh autokton, edhe një pjesë tjetër të sheshit zi. Kilogrami i rrushit në kohën e Kilogrami i rrushit është për të ardhur keq. Është për të ardhur keq. Në krahasim me punën që ka, unë jam nga të rrallët, për shembull, që kam shitur me 7 deri 800 lek kilogramin e Kapernetit dhe me 500 lek sheshin, duke patur cilësinë më ekstra. Po fermerët e tjerë? Fermerët e tjerë kanë qenë te 400 lekshi, 450 lekshi. Kështu që kjo i bëri ata që të heqin dorë në kjo punë. Ana tjetër, pjesa e shtetit që nuk ka vënë dorë në këtë drejtim. Unë personalisht, sikur të kisha ndihmën e shtetit, sa tokë të kisha do ta kisha bërë vresht. Jeni subvencionuar ndonjëherë? Unë për pak jam subvencionuar për një 5 dylumsh që më kapi shpejt, kurse pjesën tjetër e kam bërë vetëm me forcat e mia, me punën time. Kushtet klimatike, a kanë ndikuar? Kushtet klimatike, sidomos për zonën tonë, janë nga më të mirat. Vetëm do një dorë ndihmuese nga shteti. Çfarë kërkoni konkretisht nga shteti? Konkretisht unë kërkoj subvencionim, të paktën të pesticidet. Pastaj edhe për karburantin, se unë e kam çik të mekanizuar, se me krah nuk arrit duke mos patur fuqi punëtore. Po edhe një ndihmë për vaditjen me pika, se unë pjesërisht e kam bërë, po sa arrit do ta bëj të gjithë. Po që në çik ndihma e shtetit, unë mendoj se do na japin çik krah, që edhe unë që kam ngelur mos ta zhduk. Po një orientim për gjetjen e tregut. Po dhe për orientimin e tregut unë mendoj kështu. Shteti nuk do vit më gjej më treg, po shteti në kohën e rrushit të shtrëngoj doganat në hyrjen e rrushit. Shteti është rregullator. Ndërkohë fermeri Qamil Kuka pohon se përballë këtyre problematikave braktisi tërësisht vreshtarin për ta kultivuar gjithë sipërfaqen me ullinj. Ishte pamundur të përballojë kostot për të bërë shërbimet e nevojshme, thot ai, teksa thekson se në këto kushte u detyrua t'i pres të gjitha ardhit. Në fshatin ton kishte shumë fermerë që u morën me vreshta, mollën vreshta, edhe arritën në një pikë që u mbi ngarkua me vreshta atë dhe prodhimi nuk po shkonte. Arriti tek kilogrami i rrushit vali 250 deri 300 lekë të vjetra. U detyruan njëri pas tjetrit filluan të prishin vreshtat dhe ta mbillin ulli. Një nga ata isha dhe unë, që kisha në fillim 5 dylym vresht. Në këto 5 dylym merja goxha 100-120 kujtal rrush. Një pjesë e beja raki dhe verë, ndërsa pjesën tjetër e shisja. Po erdhi një kohë që edhe rakia nuk po shkonte, po edhe kilogrami i rrushit arriti siç thash 250, kështu që arrita që e mbolla ulli. Kështu që tani e kam vetëm ulli. Ulli kam mbjell gati 700-800 rënj ulli, po i kam në fazën e arritjes. Sidomos zona jon
jo vetëm fshati Kurja, po të është zonë lartë, është po thuaj se 80% është mbjell vetëm ulli e gjithë sipërfaqja. Një lloj siç ka që me vreshta. Po më shumë, ka kaluar më tepër ulli tani, po them që janë asja 20% të sipërfaqes që janë mbjellë me kultura të tjera. Pjesa tjetër është komplet ulli. Traditën e vreshtarisë u detyruat Alerminjane dhe fermeri Astrit Abedini. Zotroja një sipërfaqe të konsiderueshme, por e kam reduktuar në një dynim, thot ai. Unë më përpara kisha pak më shumë një 2 dylym, po tani nga 2 dylymi u i bëra një dylym. Sepse po e shikonim që e shturp ta thuash po prin dylym vresht, ne nuk e shisim dot. Edhe tani dëgjon çfarë do bëhet, është shumë vështirë. Edhe të gjithë tokat ne kemi bërë ullinj. Unë për shembull personalisht kam bërë gjitha tokat ullinj. Po më duket se edhe te ulliri me çfarë po shikojmë si vjet, do kthehemi prapë te vreshti. Ne duam një orientim sepse pa orientimin e shtetit secili punon kot. Dhe në rast se ulliri si vjet nuk do shkoj, ne do kthehemi prapë te vreshti, kështu besoj. Unë them më mirë duam një orientim nga shteti. Këtë mendoj. Sipas fermerëve, në sistemin e kaluar, sipërfaqet e mbjella me vreshta zgjidhin 80% të territorit të Kurjanit, me një prodhim vjetor rreth 200 ton, ndërsa sot kjo traditë është drejt shuarjes. Ata thonë se çdo ditë edhe më shumë, por rënohen dhe po shkojnë drejt falimentimit për shkak të mungesës së vëmendjes nga shteti.